Profeti Ibrahim dhe meleku i vdekjes. Në një hadith thuhet se profeti Ibrahim, paqja qoftë mbi të, një ditë takoi një melek dhe i tha: "Kush je ti?" Meleku i përgjigj: "Unë jam meleku i vdekjes." Ibrahimi, paqja qoftë mbi të, i tha: "A mund të më tregosh pamjen me të cilën e merr shpirtin e besimtarit?" Meleku i tha: "Po, kthehu me kurriz nga unë." Ibrahimi u kthye. Pastaj Ibrahimi u rikthye përsëri përballë melekut të vdekjes dhe e pa atë si një djalosh të bukur, me veshje të bukura, me pamje të këndshme dhe me erë të mirë. Profeti Ibrahim i tha: "O melek i vdekjes, sikur besimtari të mos shihte gjë tjetër veç se këtë pamjen tënde, do t'i mjaftonte." Pastaj profeti Ibrahim i kërkoi dhe i tha: "A mund të më tregosh pamjen tënde me të cilën e merr shpirtin e mëkatarit?" Meleku i tha: "Nuk mund ta përballosh pamjen time." Ibrahimi i tha: "Po, mundem." Meleku i tha: "Kthehu me kurriz nga unë." Ibrahimi u kthye. Pas pak u rikthye përsëri përballë melekut të vdekjes dhe e pa atë si njeri të zi, me flokë të shpupuritur me erë të keqe, me rroba të zeza dhe zjarr e tym që dilnin nga goja dhe hundët e tij. Në atë moment Ibrahimi humbi ndjenjat dhe kur u përmend, meleku i vdekjes ishte kthyer në formën e tij të parë. Profeti Ibrahim i tha: "O melek i vdekjes, sikur jo besimtari të mos përjetonte tjetër gjë veç se këtë pamjen tënde, do t'i mjaftonte." Qofshin për atyre që meleku i vdekjes u merr shpirtin me pamje të bukur.